Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë nga Selia Blu komentoi vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Erjon Veliajt si kryebashkiak i Tiranës. Berisha tha se Veliajt po i kërkohet që të mos ankimojë në kushtetuese vendimin për shkarkimin dhe në këmbim të hetohet në gjendje të lirë. Erjon Veliajt po i kërkohet në mënyrë ultimative të mos shkojë në gjykatë kushtetuese, në mënyrë që të dalë nga burgu, të ndiqet i lirë dhe të ketë lehtësira. Ky është misioni i Gjushit, që është një urith. E kuptoni vetë ju. Tani, vim tek mbledhja. Cili është varianti? Varianti është antikushtetues. Çfarë ka normal të thotë Edi Rama sot shqiptarëve? Nuk e shkarkova unë, thot. Noterizova, thot, vendimin e pasi dëgjua. E shifti ju? Qeveria miratoi këtë të njëjtë propozimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës për shkarkimin e Erjon Veliajt.